Fundjavën e kaluar në Pogradec u zhvillua ndeshja e basketbollit mes ekipit Durrësak të Teutës dhe Skënderbeu të Korçës. Pas një loje të luftuar deri në fund, ekipi i Teutës humbi me rezultatin e ngushtë 101-98 pikë. Presidenti i ekipit të Teutës, Arqile Gorrea, shpreh rezervat e tij për arbitrimin e kësaj ndeshje, nivelin e arbitrave dhe akuzon Federatën e Basketbollit për manipulime ndeshjesh në vijimësi. Gorrea bën me dije se qëndrimet antisportive të kësaj federate kanë quar deri në rrahje të 90% të arbitrave të saj, deri dhe sekretarit të përgjithshëm të federatës. Ishte një ndeshje shumë pritur, një ndeshje që u luajt fort nga lojtarët tonë, megjithëse siç dihet nga opinioni tash kishim një nga lojtarët amerikanë qendrën kryesore kishim të larguar, i cili ndodhur nën presionin e ekipit kundërshtar, të cilët e kërcënuan dhe me jetë, iku në mënyrë të çuditshme dhe nuk u kthyen. Megjithatë ekipi luajti fort, luajti mobilizuar, të 5 lojtarët kryesorë kaluan 2 shifrorin, por ra në sy ndërhyrja tradicionale e yzmeqarëve të federatës, të cilët i bashkanjiten interesave të llojeve të ndryshme, duke filluar që nga interesat e karrierës, interesat e përfitimit material e deri tek ambicet e vogla. Të bën përshtypje fakti që në ndeshje vetëm gjyqjet e lira ishin 41 me 43 me 21. Kapiteni i ekipit u qit me 5 personale. U bë hera tretë që s'ka ndodhur ndonjëherë. Një pedagog universiteti, nxirret me 5 personale, nga çapaqula që shesin pula, topa basketbolli, kostume sportive, dhe vinë aty vetëm për t'i shërbyer shefit. Shefi, i pajisur me eksperiencë shkollë partije, ku ka mësuar mirë traditën e yzmeqarllikut dhe të shërbëtorit, dhe të kapërcimit sistemeve, po i përgatit këto, për të arritur qëllimet e veta, që ta vejnë në fundër basketbollin, që nga një sport intelektual, që ftonte publikun për pamjen e garave sportive spektakolare të bukura, ku shifte djem intelektual, ka fut një lloj trishtimi, sepse vetëm po të marrim ndeshjet e zhvilluara, 50% të ndeshjeve kanë kaluar me grindje. 90% arbitrave për arbitrim jo të drejtë janë rrahur, por federata s'ka kurajo t'i përmendë ato që i rrahin, sepse janë po ata. Arriti puna deri aty sa të rrihet dhe sekretari i përgjithshëm i federatës, prapë nuk u tha asnjë fjalë. Megjithatë, kemi të bëjmë me një federatë të palishme, që i ka vënë detyrë vetes të shkatërrojë basketbollin shqiptar, që grabit ekipet pjesëmarrëse, duke i vënë gjoba nëpërmjet këtyre mercenarëve dhe duke ngrit tarifat të regjistrimit dhe të federimeve, pra e ka kthy basketbollin në një habitat ku dominon sherri, rrahja, nuk po e çoj deri ke krimi, po edhe kriminal mund t'jenë ato që kërcënojnë njerëz. Se të arrish të kërcënosh një Amerikan me jetë, i thush ik në Amerikë se unë do të vras, për mu kriminal është. Si do të jetë vimësia? Vimësia do jetë ne kemi përgjegjësinë tonë para publikut, kemi për detyrë të prodhojmë spektakle sportive, qoftë edhe me sakrifica, qoftë edhe me kundërvënien e njerëzve që duke pasur kompleksin e inferioritetit, deficiencën e të mos qenit zotni, kërkojnë të shantazhojnë dhe të intimidojnë zotërit. Ekipi Teuta Basket thekson Gorrea në intervistën e tij, po mobilizohet që me gjithë dëmet e shkaktuara nga federata të arrijnë objektivet që kanë ndërmarrë për këtë kampionat.